Ishte 13 maj i vitit 1945 kur Radio Shkodra nisi zyrtarisht transmetimet e saj, duke u bërë media e parë e këtij lloji në zonën veriore të vendit dhe e treta radio në Shqipëri pas Radio Tiranës dhe Radio Korçës. Fillimi i transmetimeve u mundsua nga një grup inxhinierësh dhe radioteknikësh të talentuar si Mati Ubani, Noc Çikliçi, Zef Shuli e të tjerë, të udhëhequr nga inxhinieri kroat Stane Jushek. Ndërsa programacioni dhe ajo që ju përcëll dëgjuesve fal talentit, pasionit dhe përkushtimit të punojësve ndër vite, e bën këtë media një nga simbolet e qytetit dhe zërin e dashur të shkodranëve jo vetëm. Janë 14 vite punë që kam pas drejt për drejt në Radio Shkodra. Po janë shumë rresa sepse e kam konsideruar Radio Shkodrën zëri i shpirtit dhe i mendjes së këtij qyteti dhe banorëve të këtij qyteti, sigurisht nëpërmjet fjalës të lirë, pavarësisht nga periudhat që kemi kalu, por mi gjitha të njerëzve të shquar këtij qytet dhe të gjithë vlerave intelektuale që janë të kenë të pranishëm nëpërmjet frekuencës Radio Shkodrës. Radio Shkodra është një vend shumë të rëndësishëm, jo vetëm karrierën time, por edhe në jetën time. I thojnë 15 vite jetë që kalova në këtë institucion. Në atë periudhë që unë kam punuar, kam pasur gazetarë të cilët ishin një bibliotekë dhe një shkollë të cilët më mësuan dhe më bën që unë të kem ato vlera veçanërisht në emisionet artistike. Ne jemi radio e parë shtetërore që bëmë digitalizimin e studiove e transmetimit nëpërmjet kompjuterëve. Në atë kohë Radio Tirana nuk i kishte. Historiku i 80 viteve të Radio Shkodrës, që është pjesë e Radio-Televizionit Publik Shqiptar prej shumë vitesh, u përkujtua përmes një maratoni transmetimi që u realizua nga një prej ikonave të kësaj media, gazetarja Merita Sokoli Çoba, për të cilën pasioni dhe dashuria për radion nuk njeh mosh. Gjithmonë kam qenë në pozicionin e parë, atë të gazetares. Dhe jam e nderuar dhe krenare që po kështu jam edhe sot mas shumë vitesh, sepse ky pozicion të mëson shumë, të njeh shumë. Dhe sa më shumë që punoj, aq më shumë them sa shumë kam me ba për këtë qytet që ka kaq shumë emra, fytyra, vlera, histori, shumë çka të bukur. Fal punës dhe kontributit të brezave, të punojësve dhe drejtuesve, Radio Shkodra prej disa vitesh është transformuar në një media audiovizive, e njohur si RTS Shkodra, një nga 4 degët lokale të Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Ky 80 vjetor ja uroj në radhëpor gjithë atyre që kanë kontribuar në vite në Radio Shkodra. Edhe punojësve të sotëm, sigurisht, po ja uroj edhe gjithë qytetarëve të Shkodrës se kjo është një media e qytetit parazgjithash. Në këtë 80 vjetor të themelimit të saj, Radio Shkodra hapi dyert për nxënësit e shkollave, të cilët u njohen me historinë dhe traditën e medias së parë në qytetin e tyre.